Përshëndetje dashur miq, sot me 2 janar kemi një hënë të plotë. Dhe është hëna e plotë e parë e vitit 2026 dhe pikërisht është në shenjën e binjakëve. Hëna e plotë do të jetë në yjesin Nakshatra sipas astrologjisë vedike gjithmonë, unë flas, pra në Nakshatrën Ardra. Është një yjesi që është shumë e fuqishme. Përfaqëson nervat, përfaqëson stuhin, bubullimat, përfaqëson shiun kur bie pra një stuhi dhe gjithashtu me qenë se hëna ndodhet aty dhe binjakët është një shenjë që drejtohet nga Mërkuri, pra intelekti, mendja, mendimet, pra shumë mendime sot. Është një energji stuhie mendore, si thuash. Përpiquni që t'i shmangni të qarat, që ndoshta dëgjoni edhe nga të tjerët, mendimet e juaja të stuhishme brenda kokës, përpiquni që të balancojnë veten dhe të qetësojnë veten, dhe ndër të tjera ardra pra është një fuqi që sigurisht një tundje e madhe mendore dhe psikologjike tek njeriu për mirë, në mënyrë që njeriu ta kaloj dhe është një dallgë e madhe, si më thon, ta kaloj me sukses. Ardra është pra një nakshatra që ka si drejtues perëndin Rudra, një formë e Shivës, për që është e shkatrimit, pra e shkatrimit të gjërave të këqija. Përfaqëson ndër të tjera edhe lotin, pra acarimet, njerëzit që bërtasin, që qahen. Një shenjë e mirë është që hëna do të ndodhet në binjak dhe në binjak pra ndodhet edhe Jupiteri. Pra guru është ai që të drejton, që thotë jo mos mendo kështu, mendo pozitivisht, do të kaloj, vetëm duro dhe pak. Dhe mirë është pra që të rrim të balancuar dhe sigurisht studentave Lotus Ocean, por edhe njerëzve ata që dëgjojnë, të themi me zë mantrat është shumë pozitive. Për shembull, unë dua të balancoj mendimet e mia, unë dua të punoj me veten time, që t'i tregoj hynores që jam me hynoren. Pra unë dua të jem në anën e hynis. Ndër të tjera, sot do t'jemi dhe live në Oslo tek Radio Rilindja, së bashku me gurun ton pra Shan Trivedin, që është mjeshtri i diturisë dhe astrologjisë vedike, do të na tregojë çfarë do të ndodhi në vitin 2026. Për më tepër shihemi sot në darkë në Oslo. Më ndiqni tek rrjetet e mia sociale.